Marina franceze ka publikuar pamje që tregojnë ndërhyrjen e forcave të saj në një tanker nafte në Oqeanin Atlantik në një operacion të zhvilluar në kuadër të zbatimit të sanksioneve ndërkombëtare ndaj Rusisë. Sipas deklaratës së presidentit Emmanuel Macron, forcat detare franceze kanë hipur në bordin e anijes së quajtur Tagor, e cila dyshohet se po transportonte naftë nga Rusia në kundërshtim me kufizimet ndërkombëtare. Operacioni është kryer në ujëra ndërkombëtare rreth 400 milje detare larg brigjeve të Francës, me mbështetjen e disa partnerëve, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe në respekt të plotë të ligjit ndërkombëtar të detit, sipas autoriteteve franceze. Autoritetet detare në Atlantik kanë konfirmuar ndërhyrjen ndaj një tankeri që vinte nga Murmansk në Rusi, megjithse emri i anijes nuk ishte bërë fillimisht publik në deklaratën zyrtare. Megjithatë, sipas analizave të dhënave të gjurmimit të anijeve dhe burimeve të pavarura, mendohet se bëhet fjalë për një tanker Tagor, i cili u identifikua në pamjet e publikuar nga Marina franceze. Presidenti Macron e ka cilësuar këtë ndërhyrje si të domosdoshme, duke theksuar se është e papranueshme që anijet të caktuara të shmangin sanksionet ndërkombëtare dhe të financojnë indirekt luftën e Rusisë në Ukrainë, e cila sipas tij vijon prej më shumë se 4 vitesh. Ky operacion vjen në një moment kur vendet perëndimore po rrisin presionin ndaj rrjeteve që ndihmojnë eksportin e naftës ruse në përpjekje për të kufizuar të ardhurat që mbështesin makinerinë e luftës. Ndërhyrja në Atlantik shihet si një sinjal i fortë i koordinimit mes aleatëve perëndimor për zbatimin e sanksioneve dhe kontrollin e rrugëve detare strategjike në tregtinë globale të energjisë.